me që bulevardi u zbraz nga flamingot dhe aty mbetën vetëm puplat e ditëzinjve dhe vezët e punëzinjve, as duke u kapur thjesht më fort pas fakteve dhe duke menduar ne se përjetimi i popullit do të ndryshojë, kur ne t'ja përsërisim faktet tona dhe 100 herë tjera, as duke bërë thjesht sa lëvizje njerëzish, dhe duke bindur veten se populli do të bindet kur të shohë veprën aty ku sot ai shikon atë dheun e nxjerrën shitje. Asnjë nga këto, as të tëra bashkë, nuk mjaftojnë dot për ta mbyllur atë hendek. Dhe për ta kuptuar deri në fund atë hendek, harrojini faktet tona dhe fokusohuni tek përjetimi i njerëzve. Sepse kur midis faktit ton dhe përjetimit të njeriu zakonshëm hapet një hendek i atill, atë e ka hapur rënja e besimit se pritshmëritë e tij do realizohen. Dhe kur besimi për këtë arsye ka rënë, edhe fakti më kokfort fillon duket si gënjeshtër. Po më keq, më zi. Edhe gënjeshtra më e madhe fillon duket si e vërtet. Patjetër që ajo protestë, thash, nuk mund të kuptohet pa arenë e mbi ngarkuar të dhënave digjitale mbi bulevardin e flamingove, e cila mblodhi dhe lëshoi një pafundësi sinjalesh në të gjitha anët e globit. Sepse Zvërneci nuk mbante vetëm peshën e një investimi të madh, të një lagune të ndjeshme, të pikpyetjeve mbi pronën, të një vendimarrje të debatueshme, të cilat krijuan patjetër një forcë magnetike mbi planetin Tokë pas viralitetit një videoje ku brishësia e individit që proteston përplaset me gardhin e lartë me tela me gjëmba. Mu si t'ishte një kufi i pakapërcyeshëm mes jetës ti dhe një rrugë të madhe zhvillimi që e ka flakur atë jashtë shtratit saj. Mbi Zvërnecin qëndronte dhe hija e emrit më polarizues të politikës dhe të medias botërore. Përderisa në qendër projektit ishte dhëndri dhe e bija e tij. Pa atë lidhje, protesta do të ishte në rastin më të mirë një çështje shqiptare, jashtë vëmendjes dynjas. Por fal asaj lidhjeje, ajo bë menjëherë një legjendë globale, ku shumë kush ndër fansat e huaj të protestës, përfshirë dhe një senator mitik të Shtetet Bashkuara, desh ta shihte Shqipërinë si shëmbëltyrën guximtare të një Davidit vogël që u ngrit dhe u rebelua ndaj Goliathit plot fuqishëm, duke bërë thirrje që bota mbar ta merrte nga Shqipëria mësimin dhe të ngrihej në atë revolucionin e madh dhe të shumëpritur të ish proletarëve. Ky është fakti i kohës së kanaleve sociale, ku noton sot bota. Zvërneci dha videon revoltuese, flamingoja dha simbolin magjepsës, hija e vjerrit më të famshëm botë dha magnetin global, dhe algoritmi i yshtur edhe nga ustallar të ndërhyrjes në punët e vendeve të tjera bëri pjesën tjetër, me një shkrepse të ndezur pranë pyllit me pisha në nart, shpërndau brenda pak orësh një zjarr maramendës anë mban botës. Zelli i kundërshtarëve të gjithandejshëm për të luftuar me vjerrin e madh në çdo çast për çdo gjë dhe kudo qoftë, e ktheu në skenë identifikimi me qindra milion njerëz në disa kontinente bulevardin
e transformuar në hendek. Ama prap, shkaku i hendekut ishim ne dhe zëmra e protestës ishin njerëzit e zakonshëm të këtij vendi. Prandaj përgjigjja për ta duhet jetë e jona, jo e sharlatanëve, ekstremistëve apo e çdo dështaku publik, që në këto raste gjenden gjithmonë gati me receta çuditëbërëse për popullin, të cilat shkruan vetëm me një parim. O burra, rrëzojmë gjithçka, të rregullohet çdo gjë dhe unë të kap diçka. Ata kishin nevojë për plagën, po nuk e krijuan ata protestën. E rrëmbyen dhe vazhduan ta mishërojnë si llumi që dekanton pasi thahet prurja e ujit rrjedhshëm. Tani vazhdojnë të kruajnë plagën me nervozizëm, duke u mbledhur si pupla të zeza mbi bulevard apo rrotull parlamentit, pasi zemra e protestës ka ikur, ka shtektuar bashkë me flamingot. Ata nuk janë armiqtë e Shqipërisë, po bijtë verbër të saj, që në shumicën e tyre ecin pa ditur ku shkojnë dhe as nuk e kanë haberin se janë njëkohësisht mishi për top i armiqve dhe dashakëshimve të huajt Shqipërisë.